Kur kam shkuar unë në 2012 ka qenë ndarë dhe ne bënim vetëm film dhe domethënë për çdo semestër siç janë provimet e sezonit ne kishim matematika të ndryshme ose etyd ose portret ose dokumentar gjëra të tilla. Me kë ke studiuar film? Unë profesor gjatë bachelorit kam pasur Kristaq Mitron dhe Artan Minarollin dhe më pas në master me Vlan Shanaj. Por përpara se të futesha në shkollë jam përgatitur me Gjergj Xhivanin, që ka qenë një histori shumë e bukur që edhe babi atëherë më ka kritikuar sepse unë gjithmonë kam dashur që marrëdhënia t'i krijoj si fillim vetëm unë si Evi dhe më pas mund të futej dhe njohja që mund të kishim për babain tim. Ndërkohë bëre gjimnazin. Po, te Petronini. Nuk kam qenë në lice ose në shkollë tjetër profesionale. Pastaj akademia ka qenë, unë kam shejuar sepse kam pas profesor shumë të mirë dhe të fortë që vinin nga një background, ata kishin jetuar dhe përjetuar kino studio, mirë keq, ka pasur shumë prodhime dhe sigurisht që ata dhe na transmetonin edhe na e vështirësonin ndonjëherë punën për të kaluar edhe në limitet tona. Dhe një gjë që më pëlqente ishte se ata na e bënin dhe me rotacion, për shembull që se unë sot isha regjia, nesër do isha skenari, pas nesër do isha montazhi, që t'i preknim dhe nga pak të gjitha gjërat që kur dilnim në jetë ta dinim se çfarë ndodhte në çdo sektor.